Sot po e përkujtojmë 25 vjetorin e vrasjes së dëshmorit të lirisë nga forcat e policisë serbe, gjatë demonstratave të 31 janarit të vitit 1990 në Sarajevo. Ju ftoj për 1 minutë heshtje për t'i nderuar dëshmorët që dhanë jetën për liri. Tani në vazhdim nga kori i shkollës do ta dëgjojmë këngën Sarajevo ojtrime. Sarajevo ojtrime, Sarajevo krenare, Sarajevo krenare, katër dëshmor trima, Kosovës ja fale, hej, Kosovës ja fale, luftoj mila imi, jo për si shkëm graniti, Zulet i barbari, pa ju trem qërpiku, hej, pa ju trem qërpiku, vëzri trima ta falum nëna që i riti, gjithashtu dëshmori mojnan, Gjeladini, hej, Gjeladini, këta dëshmor të fshatit, kur zoti harrojmë, me këmbes pas brezi, ne do t'i kujtojmë, hej, ne do t'i kujtojmë. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, përshëndetje familja Tofa. Edhe pas 25 vitet të asaj kohe, kujtimet tona janë të freskëta. Ky përvjetor mendoj se ka 2 gjëra primare. T'i kujtojmë dhe mos t'i harrojmë dëshmuat e kombit, t'u tregojmë brezave të ri të kaluarën tonë sa dhimbshme aq e lavdishme. Me keqardhje them se s'mund të gjej formulën përse shkruhet historia jonë më shumë nga kombe tjera se sa ne për vetveten. Po fillojmë me biografinë e shkurtër, por e bujshme e familjes Alejtullah Tofa. Aleu u lind në vitin 1955 dhe siç dihej ishte një jetë mjaft e vështirë sa nga punat e rënda, as nga politika diskriminuese e cila na ndalonte punët, angazhimet, dhe të shprehja e fjalës së lirë. Vuajtjet e popullit tonë ishin brez pas brezi. Babaja Aliut, Gjajtullahu, në vitin 1955 ishte në shënjestën e Rankovicit në aksion për mbledhjen e armëve si i dyshuar për armbojtje. Me këtë rast, Gjandarmeria serbe e rrahu aq shumë sa që plagët e fizike që mori lënguan deri në vdekjen e tij. Nga politika e asaj kohe, duke vërejtur tunelin por pa dritë, bëshin organizime dhe angazhime të ndryshme që të vërehet drejta në fundin e tunelit. Me datën 9 janar 1990, insistohet të mbohet një mbledhje në fshat, u mbajt mbledhja dhe organizuam me shok që me datë 30 janar të bllokojmë rrugën tek ura e Sahitit. I ftuam shokët nga Shala, Kremiri, Pjetërshica, Zborë, Tiranca e tjerë. Në mëngjes filluam të ngumbullohen të rinjët të reja. Kërkesat tona ishin Kosova Republikë Kushtetues jam e hotër e me luftë. Bllokimi i rrugës u bë tek Zolli i Verdhë. Isha me Mehdi Smolin, Rahman Tafën, Emrul Behlulin, Bexhat Kërpuzin e tjerë. I prejmë disa lista të mëdhenj dhe e bllokuam. Turma e demonstruesve nuk e lejonën policinë që të hapet rruga. Ashtu vepruam edhe në ditët e dytë, e mbanim të bllokuar. Vinte autoblinda policisë që të hap rrugën, po nuk e linim. Gjuhën me gur, pas tentimit të disa herave, u plagos Aliu Mulën Gjaks. Pas plagosjes me shpejtësi u dërguan në ambulancën e shtimës, prej aty në Prishtinë, ishte i plagos të rënd, por ishte i qëndrueshëm. Gjatë vizitës që ja bëre me datën 3 janar, më tha, dan fatin e pata të tillë, por ju mos u ndalni. Me datë 5 janar, në orët e mëngjesit, zemra e Aliut pushoi së rrohuri. Me 6 janar u bë varrimi i Aliut, e që ishin mijëra e mijëra pjesëmarrës. In Belgrad protestierten 7000 serbische Studenten. Sie verlangten den Rücktritt der Führung, falls sie die Unruhen im Kosovo nicht binnen 48 Stunden beenden können.
Die Studenten wollen eine Freiwilligentruppe bilden, um ihre serbischen Landsleute zu verteidigen. Auch in Titograd gingen Tausende aus Protest gegen den drohenden. Sot kujtojmë me shumë respekt njerun e qëndresës, kujtojmë prindin, vllaun, bashkëluftarin, bashkëfshatarin. Aliu nuk ishte nga ata që mund të duronte më ndjekjet dhe përsekutimet e popullit shqiptar nga okupatori serb, sepse qysh i ri kishte kuptuar që ashtu si kurse familja e tij dhe shumë familje tjera anë mbon Kosovës ishin nënshtruar torturave gjatë aksioneve famkeqe serbe që nga viti 1956. Duke u bërë pjesë e organizimeve kombëtare, pjesë e qëndresës dhe e përballjes me armikun mizor serb. Si biri një familje adhetare, duke qëndruar në burg pas akuzës që ju kurdis, ajo ka let në mesin e shokëve të idealit, ashtu që shpirti i tij kryen ngres, ju shtu edhe më shumë urrejtja për armikun gjakator. Pa drejtësitë e mëdha nga regjimi serb që ju bën popullit shqiptar në Kosovë në vitet 80-90, ngritën popullin që fillimisht me mjete paqësore të realizojnë të drejtën për liri dhe pavarësi. Në varrimin e tij në Caralevën heroike rreth 200.000 pjesëmarrës. Kjo ishte dëshmia më e mirë për t'i treguar armikut se aty ku bie gjaku i shqiptarit, atyre lindin mira lulkuqe të gatshme për të sakrifikuar për liri. Amanetin e Aliut ma vën e quan në vend trimat e lirisë, ushtria çlirimtare e Kosovës, në rodhët të cilëve ishte edhe vllau më i vogël i Aliut, Rahman Tafa, i cili me shok i ndalën turrin tankave të armikut mu në grykën e Caralevës dhe pikërisht në vendin ku u der gjaku i Aliut në vitin 1990. Dy shtyllat e kësaj familje, Aliu dhe Rahmoni, sot janë edhe shtyllat e lirisë dhe të pavarësisë së shtetit të Kosovës. Kujtimi për ta do të jetë i përhershëm. Familja Tafa nga Caraleva legjendare është dhe do të mbetet shembull për brezat e ardhshëm se si duhet luftuar dhe si duhet vdekur për liri dhe pavarësinë e vendit. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Ju faleminderit. Përshëndetje të nderuar të pranishëm. Flijimi, sakrifica dhe gjaku i derdhur për lirinë e Adheut janë dhe mbetën pasuria më e madhe e kombit shqiptar që duhet të shmohet dhe të ruhet nga të gjithë brez pas brezi. Lumturia, prosperiteti i gjeneratave që do të vinë nuk ka ndryshe si të jetë, pos ajo që ka na trashëguan të parët. Veprat e tyre plot lavdi dhe heroizëm vazhdimisht duhet të mbeten sinonim i jetës së ndershme të shqiptarëve. Kombi shqiptar ka një histori të lashtë dhe të pasur, nga dëshmorët dhe marterët, të cilët nuk kursyen jetën e tyre për kudo që ata ishin. Sot, ne familja Tafa kujtojmë prindin, vëllaun, xhaxhain ton. Me këtë kujtim, dëshirojmë që kujtojmë gjeneratave në vazhdim që të ruhet dhe nuk duhet të harruar asnjërin nga ata që dhanë jetën për lirinë e kombit shqiptar. Ata janë krenaria jon, janë nderi jon, janë të pavdekshmit ton dhe që vazhdojnë të na vëzhgojnë lart dhe luten për ne, siç lutemi dhe ne për ta po ashtu. Ata janë gjithmonë të gjallë në zemrat tona, nga se veprat e tyre u gravua në shkëmbim më të fortë të historisë. Kujtimi dhe nderimi për ta do të jetë i përhershëm. Lavdi dëshmorëve të kombit. Ju faleminderit. Me respekt veçantë i drejtohem familjes Tafa për sakrificën, mundin, gjakun dhe të gjithë atë që bëri në interes të çështjes kombëtare. Andaj ne personalisht veteranët e luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, invalidët e luftës dhe të gjitha familjet e dëshmorëve të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës për komunën e Shtimës, ndajmë dhimbjen dhe njëkohësisht krenarinë me familjen Tafaj. I ndjeri dhe shumë të tjerë si qëllim kishin që të vendosin gorthemelin e shtetformimit të Republikës Kosovës. Andaj, të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës, të gjithë ata të cilët sakrifikuan dhe dhanë më të shtrejtën jetë për shlirimin e trojës shqiptare, ne si ushtrisë shqiptare të Kosovës, pas kushtrimit komandantit legjendar Adem Jashajt, vazhduam rrugën të cilën e kishin trasuar gjeneratat paranesh. Të gjitha ato gjeneratat të cilat sakrifikuan jetën,
edhe para alitafës dhe pas alitafës, ushtria shtimtare e Kosovës e korrizoi atë me shlerimin e vendit tonë. Andaj, respekti përjetshëm për familjen Tafaj, lavdi e përjetshme për gjithë dëshmorët e kombit. Ju falenderoj. Dëshmorën e demonstrata Cara levën këtë vend lavdise Hyrin